Zbardhen detajet çfarë u zbulua nga aksioni SPAK në banesën e motrave Nikolli. Janë zbardhur detajet të reja rreth një aksionit policisë posaçme SPAK sa i takon një hetimi lidhur me shpërthimin banesën e motrave Giovanna dhe Alda Nikolli. Sipas raportimeve, gjykata e posaçme kishte urdhër kontrolli në banesën e dy prej tyre si dhe në shtëpinë e prindërve të tyre, po në qytetin Elbasanit, duke përfshirë dhe sekuestrim të celularëve. Kontrollet janë kryer në kuadër të një hetimi lidhur me shpërthimin që ka ndodhur në apartamentin ku dy motrat jetonin dhe ku një fqinj, Enea Thëmaraj, në mënyrë krejt aksidentale humbi jetën. Siç mësohet, aksioni SPAK ka nisur orët e parë të mëngjesit të 28 marsit. Një skuadër posaçme operacionale nisi vëzhgimin e dy motrave dhe të babait të tyre. Në çastin kur ata janë ngjitur në një automjet BMW X1 që drejtoi nga babai i tyre, mësohet se forcat e policisë i pren rrugën dhe informuan se ndaj tyre kishte një urdhër gjykate për kontrollin e banesave. Më pas të treve ju sekuestruan edhe telefonat celular. Policia më tej ka shoqëruar drejt banesës së tre individët duke kryer edhe kontrollin, ndërsa dy motrat Nikolli akuzonin të penduarin e drejtësisë Nuredin Dumani si porositës të ngjarjes. SPAK sa kaq ka dyshime të forta se Giovanna Nikolli e fejuara e të penduarit të drejtësisë, Amarildo Nikolli dhe motra e saj Alda, që ishin në një lidhje me Nuredin Dumanin, kanë ndjeni se kush është personi që ka vendosur tritolin në derën e apartamentit të tyre dhe po ashtu për emrin e urdhëruesit.